Atëhere, do shkojmë tek home, pra kemi 2000 USDT. Shkojmë tek home. Home, po. Shko tek assets edhe një herë. Assets. Shkojmë edhe një herë tek home. Shumë mirë. Shkojmë tek koka verë lart, derisa gjejmë dy dritaret. Shkojmë tek Binance Lite. Binance Lite poshtë, e ke poshtë. Okej. Shkojmë tek portofolio. Portofolio këtu në cep. Portofolio në kemë cep. Bravo. Pra në intereson që të gjejmë dritarin take out. Atëherë do bëjmë take out. Withdraw. Tetheras, pra USDT. Do vendosim maksimalen. Vendos maksimalen poshtë. No. Networkun të RC20. TRC20 ja u e ke sipër, 1, 2, 3, no, tu, po, do ves maxi, shtyp maxin e verdh, shumë mirë, dhe këtu do shtypësh këto, që të kopjoj kodin. Pra do të opa e mori, shumë mirë. Dhe do të bëjmë tani withdraw, shumë mirë, bravo, confirm. Bravo. Tani do shkojmë te autentikatori. Mos e shtyp atë. S'ka problem. Shko te autentikatori. Ne do marrim kodin. E një sekond mbaroj patrota. Një sekond. Edhe një. Mos e dil dhe shko vere atje te Binance. Bukur. Shtyp autentikatori. E paste. Bravo. Shumë mirë. Tani do vendosim emailin dhe pastaj mbarojmë. Do marrësh bëje kopi, ja, atë kodin e verdh. Shumë mirë. Kopi. Vendosim te email, kodin e emailit. Withdraw. Kaluan me sukses. Pra, na kaluan tek Zuexi. Dil që këtu, ne do shkojmë tek Zuexi, do shikojmë se lekët do na vinë për pak këtu. Thjesht bëj home, asset, derisa të na vinë. Jo, home, asset. Do presim pak derisa të na vinë lekët. Shtu dhe njërë po? Asset. Lekët na erdhën nga Binance tek Zuexi. Tani do shtypim transfer. Transfer, që të transferojnë tek treti. Transfer në këtu. Transfer. Max. Transfer. Dhe kur na del 100% që jemi okay për të transferuar, confirm. Dikte shigjeta lartë si për fare. Okej. Shumë mirë. Pra lekët na vajtën nga exchange tek tredi. Tani jemi gati për trading.